Orta dhe Nord në dhomën e rrëfimeve. Sa herë e kujtoj veten diqysh kur më kon e vogël, edhe që kom pas shumë ëndra, Ajo ka qenë veç një ëndër e jemja. e në atë kohë mu ka ndok pa mundura mu realizu. Kom pas edhe ëndrat e jetës normal. E tash kur pesho veten ku jam sot, emocionona gjithë. Edhe për mu ka një sfidë tepër e madhe. Krejt aty në seneve të panmundura që dokën për me mri. Me zgjedh o me la fëmin, o me punu. Kërkush nuk e den ta sfida është sa lot janë. Kom punu shumë, nuk jam dorëzu në asnjë moment. Prap se prap kom besu në vete edhe jeta më ka surprizu. Si Orta herë nër me kap ka ndodhur me 18 mars 2022. Nashta është e lehtë me kriju, po është shumë e vështirë me majt. Sot ju bënën 4 vjet që jena bashkë. Tash pepres edhe Ortën me ju tregu që Prej sot ju presim në ambientin ton të ri, po në lokacionin e njëjtë. E më ju tregu që ambienti jo nuk është veç mure dhe drita. ëndra jon, e guximi jon me përkrahjen e juve u bu realitet. Mirë se vini në shtëpinë e ëndrave tona. Që tash është edhe juaja.